Përshëndetje zonjë e zotrinj, mirë se erdhët në Hipokrati këtu në Top Channel. Është në fakt e shtuna jonë që na bashkon për herë për këshilla të vlefshme për shëndetin, ndaj në tematikat që do zhvillohen sot mjaft interesante, unë ju ftoj të na ndiqni nga fillimi deri në fund programit. Ja nisim me të ftorin e parë direkt mbas siglës. Do ta nisim programin sot miqtë e mi me problematika të zemrës. Dhe unë në fakt e kam shumë kënaqësi sa herë kam të ftuar në program mjekun kardiokirurg Ali Refatlari, është një nga doktorët tanë të preferuar dhe kur them tanët të gjithëve, edhe ata që kanë qenë pacient, por edhe tanët për të dhënë këshilla të vlefshme për shëndetin. Dhe një sekret para se të nisim për doktorin, e fillon çdo ditë të jetës tij, në çdo stin të vitit me një vrap nga liçeni. Mirë se erdhe në Hipokrati sërish doktor. Mirë se u gjeta, është kënaqësi e veçantë jem këtu në këtë dritare do të quajmë për edukimin shëndetësor të popullatës tonë. Emision shumë i vlefshëm. Faleminderit. Ne do të ndalemi sot besoj tek bypassi dhe ndikimi, trajtimet e sëmundjeve ishemike. Është kënaqësi të flas për bypassin aortokoronar, është një nga fushat në cilat unë kam investuar shumë gjithë jetën time, krahas sigurisht edhe kirurgjisë valvulare apo kirurgjisë kongenitale, për kuriozitet për njerëzit që nuk e dinë se ç'bëhet me kardiokirurgjin, dëgjojnë shumë që ka operacione kardiake, që smurët i nështrohen zvendësimit të valvulave, trajtimit të sëmundjes ishemike me bypass apo korrigjimit të veseve kongenitale. Në rast se në shekullin e kaluar kardiokirurgjia ishte luks për njerëzit, zhvilloi në pak qendra, trajtoheshin një numër i kufizuar pacientësh, ndërkohë që aktualisht kardiokirurgjia është një operacion rutine. Janë sot në botë janë mbi 10.000 kardiokirurg, janë mbi 6.000 qendra dhe kryen mbi 2 milion intervente me zemër të hapur. Pra është një kirurgji rutine, kirurgji masive që ndihmon jashtëzakonisht shumë pacientët që kanë nevojë. Kjo ka evoluar kaq shumë doktor me sa dim, shohim, lexojmë, por edhe nga rastet të njerëzve të afërmëve tan ka evoluar kaq shumë sa sot mjekët thonë nga zemra nëse nuk të godet me njëherë, sot nuk vdes. Shiko, unë do të thonja që zemra është një organ shumë i fuqishëm. Do thosha është muskulli më i fuqishëm i organizmit. Nuk të le të vdesësh, në qoftë se trajtohet mirë, në qoftë se përkujdesesh mirë për zemrën, sigurisht që njerëzit jetojnë jashtëzakonisht gjatë dhe nuk ka limit moshe për të trajtuar me intervent, sigurisht se kjo është tema e ditës, me intervent pacientët. Mund trajtosh dhe pacient në moshën 100 vjeçare, sigurisht me disa kufizime nga të cilat ka të bëj gjendja e tyre, qartësia e mendimit, në qoftë se nuk kanë sklerozë, në qoftë se nuk kanë demencë. Pra, në qoftë se janë mirë nga pjesa e trurit, atëherë sigurisht mund të nështrohen në çdo moshë ndërhyrjeve kirurgjikale. Dhe flasim pak për bypassin. Ç'është, kur është e nevojshme të bëhet dhe sa vlerë ka në jetën e një pacienti? Sëmundja ishemike e zemrës është sëmundje e shekullit. Prek shumicën e popullatës. Ajo rreth 60% të sëmundshmërisë dhe rreth 40-45% të mortalitetit të vdekshmërisë. Pra është një sëmundje që historikisht ka marrë vëmendjen e shkencëtarëve, të mjekëve për trajtimin me mënyra nga më të ndryshmet. Sëmundja ishemike e zemrës në substratin e saj ka një pllak aterosklerotike, e cila zhvillohet brenda lumenit të enëve të zemrës. Enët e zemrës, që quhen ndryshe dhe enët koronare, janë kryesisht dy, është artere koronare e majtë dhe artere koronare e djathtë,
të cilët kanë një diametër 2 deri në 3 mm. Pra janë enë me diametër shumë të vogël. Dhe sëmundja aterosklerotike është sëmundje e gjithë organizmit, kudo ku ka arterje, ka sëmundje aterosklerotike e cila i ngushton këto enë gjaku. Por ato bjen më shumë në sy, pra kjo sëmundje, në ato enë ku diametri është më i vogël, pra në enët e trurit dhe në enët e zemrës. Të smurët që vuajnë nga ateroskleroza mund të kenë plaka dhe në arterjet që furnizojnë këmbët me gjak, por simptomat shfaqen shumë vonë, mbasi diametri këtyre enëve është shumë i madh. Diametri i enëve të zemrës shumë i vogël. Dhe një plak aterosklerotike që sipas teorive të ndryshme të konfirmuara dhe në ekzaminimet në anatomopatologji, kjo sëmundje mund të fillojë që në fëmijëri, është parë që në ekzaminimet, në autopsitë që janë bërë bebeve të vogla, të vdekur për shkaqe të ndryshme, është parë që janë gjetur plaka aterosklerotike. Pra, një nga faktorët është faktori gjenetik, i cili fillon që mbas lindjes dhe zhvillohet gjatë jetës. Ndërkohë që hyn dhe faktorët ambiental, të cilët përforcojnë sigurisht këtë lloj trashëgimie, këtë lloj gjenetike që kanë një pjesë e njerëzve. Kjo plak aterosklerotike mund të rri me vite të tëra e heshtur, por në një moment të caktuar ajo mund të, nëse përdorja e gjuhën e përditshme, mund të çahet, të fisurohet. Dhe atje pastaj fillon gjithë procesi i formimit të trombit, i cili mund të mbyllë enën e gjakut dhe mund të shkaktojë infarktin. Dhe me përmbledhur shkurt kjo lloj sëmundje, sëmundja ishemike e zemrës, kjo trajtohet me 3 mënyra kryesore. Së pari është mënyra e trajtimit me medikamente, e quajmë mjekimi konservativ. Mjekimi me medikamente ka të bëjë gjithmonë me kërkesën dhe ofertën e miokardit, e qelizës së zemrës, për oksigjen. Në qoftë se shtohet shumë kërkesa dhe oferta është e vogël, muskuli vuan, qeliza miokardale vuan, dhe ajo shprehet me dhimbjen. Medikamentet pikërisht këtë bëjnë, mundohen që të ulin kërkesën për oksigjen. Pra, klasat e ndryshme të medikamenteve ulin frekuencën e zemrës, pra sa më shpejt të rafi zemra, aq më shumë oksigjen kërkon. Ulin para ngarkesën, post ngarkesën, rregullojnë çrregullimet e ritmit dhe të gjitha këto bëjnë që një pjesë e mirë e të smurëve me sëmundje ishemike të përmirësohen. Sigurisht nuk shërohen, por përmirësohen. Metoda e dytë e trajtimit është metoda invazive kardiologjike. Dëgjojmë shpesh njerëzit që vendosa unaz këtu apo unaz atje. Stent apo është e njëjta gjë? Po, është stenti. Pra, populli thot unaz. Unaz, okay. Sigurisht, kjo teknikë u zhvillua mbas zbulimit në 57-ën nga sones të koronarografisë. Pra, duhet të duken enët e gjakut që të kesh mundësi të manipulosh të këto. Duhet të gjesh vendin se ku është stenoza që të ndërhysh. Dhe pikërisht këtë ka bërë kardiologjia invazive, që me anë të një kateteri që hyn në zemër dhe hyn drejt në vendin e stenozuar me presione shumë të larta, 8 deri në 10 atmosferë, zgjerohet vendi i ngushtuar dhe atje vendoset stenti, që është një lloj unaze, e cila e zgjeron enën dhe e stabilizon atë. Në botë sot janë 2 lloj stentesh, janë stentet e parë, bare metal që i quajmë, të cilët sigurisht përdoren akoma, dhe më të mirët aktualisht sot që përdoren janë stentet e medikuara. Pra, kanë medikament brenda që e lëshojnë në mënyrë periodike dhe parandalojnë mbylljen e vazës përsëri. Dhe rikthehemi në argumentin ton, bypassi. Që është mënyra e tretë, rruga e tretë, shumë e rëndësishme për trajtimin e sëmundjes ishemike të zemrës. Bypassi fjala vjen nga anglishtja, do thot ur, për frankofonët është pontazh, vjen nga pont, përsërisht ur. Pra, kirurgjia në ndryshim nga kardiologjia invazive, e cila merrej me trajtimin e stenozës në vendin ku ndodh. Kirurgjia jo, nuk ka të bëjë me vendin e stenozës. Përkundrazi, ajo krijon me anë të enëve të tjera,
që merren po në organizëm, enëve tjera, arterje apo vena, krijon një urë. Pra krijohet një urë që anashkalon vendin e stenozuar, të ngushtuar. Unë shpesh pacientëve që nuk kanë shumë njohuri nga mjekësia, u shpjegoj në mënyrë shumë të thjeshtë, i them, imagjinoni të keni një arë me bim dhe të keni një kanal vaditës, në qoftë se zë balt kanali, këto enë fillojnë dhe vuajnë. Patjetër. Këto, më falni, bimët fillojnë dhe vuajnë, fillojnë zverdhen. Një lloj si enët, po. Në rast se mbyllet kanali, atëherë sigurisht enët thahen dhe bien. E njëjta gjë ndodhe me zemrën. Pra në momentin që ngushtohet ena e gjakut, muskuli qiriza miokardiale fillon dhe vuan, që shfaqet në mënyrë klinike me dhimbjen e zemrës. Në kohën që mbyllet, është infarkti, ku një pjesë e madhe në varësi të enës që furnizon atë pjesë të zemrës dëmtohet, dhe dëmtimi për fat keq është i parikuperueshëm. Nëse mbyllet ena e gjakut dhe dëmtohet miokardi, sigurisht humbet një pjesë e muskulit të zemrës. Me qartë. Dhe pacientët rrallë kthehen dhe në invalidë për shkak të infarktit. Dhe hyn në loj kirurgjia, kryet bypassi. Si është raporti, pyesin shpesh njerëzit, si trajtohen, cila nga teknikat merr më shumë përparësi. Unë do thosha këtë që të tre mënyrat e trajtimit, trajtimi medikamentos, trajtimi invaziv kardiologjik dhe bypassi nuk janë teknika apo mënyra që kundërshtojnë njëra tjetrën. Përkundërzi, ato janë teknika të cilat janë komplementare. Ndihmojnë njëra tjetrën. Ndihmojnë njëra tjetrën. Në një moment të caktuar ka prioritet një nga teknikat dhe në momentin tjetër është tjetra. Për shembull, nëse një smur ka vënë një stent kohë përpara dhe ka një ringushtim në vendin e stentit apo enë të tjera të cilat janë stenozuar, atëherë hyn në lojë kirurgjia. Në rast se një pacient i operuar mbas disa vitesh i mbyllet një nga bypasset që ka bërë, apo i riçfaqen stenoza në enë të tjera të cilat kanë qenë të shëndosha më parë, atëherë mund të hyjë në lojë përsëri kardiologjia invazive. Pra vendosen përsëri unaza, qoftë edhe mbi grefet, mbi bypasset e kryera nga ne. Pra gjithmonë është një zgjidhje. Është një zgjidhje dhe unë do thosha është një zgjidhje radikale. Po të shohim shpesh cësinë në botë, pjesë më të madhe sigurisht në trajtimin e smundjes sistemike e se vendosja e stenteve, kardiologjia invazive me stente. Dikur raportet kanë qenë 60% kardiologjia invazive, pra vendosja e stenteve, me 40% kirurgjin. Ndërkohë që me avancimin e teknologjive, përqindja e trajtimit me kardiologji invazive ka fituar terren. Pra sot më llogaritet 70-75% përfitojnë nga kardiologjia invazive dhe 20-25% përfitojnë nga kirurgjia. Por kirurgjia ka një rol shumë të rëndësishëm, se gjithmonë i krahasojmë, cila është më e mira? Është vendosja unazës apo është kirurgjia? Dhe shpeshherë të smurët janë një dilemë të pranojnë të vendosin një unazë, si thot populli, të vëjnë stentimin, apo të nënshtrohen kirurgjisë. Sigurisht kjo varet pastaj dhe nga udhërëfysit europian apo botëror. Por ato duhen respektuar, sepse kontakti i parë që ka pacienti sigurisht është kardiologu. Patjetër. Dhe mënyra se si kardiologu e shtron është shumë e rëndësishme. Nëse një pacient i thua që shiko, ke një apo dy enë të stenozuara të ngushtuara. Dhe janë dy teknika. Një është stenti, ai nuk e di se ç'është, ja shpjegon, që hyn në sallën e kirurgjisë, e kardiologjisë invazive, përçon një kateter deri në zemër, e zgjeron me ballon apo vendos unazën për kace dhe të nesmen apo të pasnesmen shkon në shtëpi. Dhe është pjesa tjetër, i thua që është kirurgjia. Kirurgjia bëhet me hapjen e gjoksit, vendoset një makinë që quhet makina ekstrakorporal që zvendëson zemrën dhe mushkrin gjatë kohës që zemra është ndaluar, me bisturi hapet ena e gjakut, bëhet anastomoza qepja, vendoset bypassi,
pastaj mbyllet gjoksi me tela, pastaj rihet një javë në spital, sigurisht para kësaj alternative dhe mua që jam kardiokirurg me një eksperiencë shumë gjatë do thoshe shiko, stenti, unaza, me unazën t'i në shtëpi nesër. Por, sigurisht, shumë e vlefshme. Kjo lloj teknike, vendosjes së stenteve, shumë e rëndësishme, por ka kontingjente të smurësh që përfitojnë shumë më tepër nga bypassi. Nga bypassi. Dhe këta kontingjente janë ata që kanë stenoza të trungut kryesor të enëve koronare. E quajmë left main disease, smundja e trungut kryesor. Në rast se ky trung kryesor që furnizon pjesën më të madhe të zemrës stenozohet mbi 50%, atëherë jetëgjatësia shkurtohet shumë. Këta të smur, 50-60% e tyre për 3 deri në 5 vjet vdesin. Kështu që bëhet imperative kryerja e bypassit. Dhe bypassi ka epërsi në krahasim me vendosjen e stenteve. Së dyti, është smundja trivazale. Pse quhet smundje trivazale? Ja shpjegoj shpesh studentëve se dy enë koronare ka zemra. Enën koronare, arterën koronare të majtë dhe të djathtë. Quhet trivazale mbasi arterja koronare e majtë, mbasi ka një trung kryesor që është nga 0 deri në 40 mm, ndahet në dy enë shumë të rëndësishme. Arterja e përparme e zemrës, LAD quajmë nga terminologjia angleze, left anterior descending artery, arterja e përparshme e zemrës, shumë e rëndësishme. Ne e quajmë arterje jetësore. Nëse dëmi, stenoza dhe mbyllja e saj ndodh në këtë arterje, dëmi është shumë i madh. Pra një pjesë jo e vogël e zemrës del nga funksioni. Dhe po bypass mund të bëhet në arterjen kryesore? Jo, edhe pra nuk mund të bëhet në trungun kryesor, janë raste shumë të rralla, por bëhet në periferi, prandaj quhet dhe bypass. Pra nëse është ngushtuar trungu lart, atëherë bypassohet ena e përparshme e zemrës dhe ena që shkon rrodhut zemrës që quhet cirkumfleksa. Dhe përdoret sistemi trivazal kur preken tre enët. Pra kur preket ena e përparshme e zemrës, interventricularia anteriore për frankofonët, apo LAD-ja që tham, cirkumfleksa që shkon rrodhut zemrës dhe arterja koronare e djathtë. Dhe shpeshherë dëgjojmë në terminologjinë e përgjithshme e kam për pacientët që ka smundje 1 vazale, 2 vazale apo 3 vazale. Pra, kjo varet se sa dek preken. E qartë. Doktor, po në rastet e, po themi, infarkteve të rënda, bën punë bypassi? Pyetja është shumë interesante. Indikacionet, i quajmë ne, apo nevojën për bypass, e klasifikojmë në disa tipe. Së pari, nevojën numër 1 kanë eze anaklinike, pra çfarë ndjeni smuri. Dhe kjo ballafaqohet me anën angiologjike, duke bërë koronarografin. Në vend parë është, për arsye didaktike do ta merrni dhe thosha është angulli i qëndrueshëm. Pra janë pacient të cilët sapo fillojnë të lëvizin në mëngjes, ndjen një dhimbje gjoksi, që detyrohet të ngadalsojnë, apo duke ngrënë me një mazngërnjes të bollshme, ndjen përsëri një dhimbje gjoksi, që mund zgjasë 3 deri në 5 minuta dhe që zhduket. Disa e kanë të përditshme në momentin e parë të mëngjesit dhe pastaj gjatë ditës nuk ndjejnë më. Sigurisht, në rast se këta të smur konfirmohet që kanë stenoza të rëndësishme të trungut kryesor apo të 2 apo 3 enëve të tjera, një nga të cilat duhet të jetë arterja përparshme e zemrës, sigurisht duhet i nështrohen bypassit. Së dyti është angina e paqëndrueshme. Ka dhe një emër tjetër quhet sindromi i kërcënimit. Është një gjendje e ndërmjetme ndërmjet anginës qëndrueshme që folëm dhe infarktit të miokardit. Pra, në këtë moment ka ndodhur ajo fisura, çarja e saj pllakës, e cila fillon kaskadën e formimit të trombit. Pra formohet një tromb, një koagul gjaku, i cili mbyll enën e gjakut dhe mund të çojë në infarkt, që sapo folët ju, apo mund të tërhiqet mbrapsht. Në etapet e parë të zhvillimit të kirurgjisë koronare, është në shekullin e kaluar sigurisht që nga 1960 është zhvilluar kjo lloj teknike,
ishte parë që dëmi është shumë i madh mbasi kalon 6 orë nga infarkti. Dhe kirurgëve me të drejtë kishte shkuar mendje pse mos i ndihmojmë këta pacient duke i nështruar bypass, duke bërë bypassin tek këta smur. Por u pa që rezultatet nuk qenë të mira. Pasoi gjendjes së pacientëve, gjendjes së rëndë të tyre, edemës që bënte qeliza miokardiale, mortaliteti ishte shumë i lartë. Dhe këtë problem e zgjidhi pikërisht vendosja e stenteve, eunazëve. Pra, në fazën e hershme të infarktit miokardit nuk rekomandohet interventi, vetëm në disa raste. Janë 2 raste shumë të rëndësishme, kur perforohet muri ndarës i zemrës, kur çahet, ai mur që ndan ventrikulin barkushën e majt nga barkusha e djathtë. Në këto raste, smundja është shumë e avancuar, të smurit i kërcënon vdekja shumë shpejt, brenda 2 javëve mbi 78% të smurëve vdesin. Atëherë në këto raste intervenohet dhe mbyllet ky komunikim. Së dyti është edhe regurgitimi i suficienca mitrale masive pasojë infarktit e një muskuli papilar, është një muskull që mban valvulën. Qofse ai rupturohet, pra kputet apo dëmtohet, atëherë kthesa mitrale, grumbullimi i gjakut në mushkëri shumë i madh dhe bën të domosdoshme ndërhyrjen kirurgjikale. Për fat mirë janë të rralla. Zën vetëm 1 deri në 2% të infarkteve. Pjesa tjetër janë operacione të planifikuara apo operacione që kërkojnë një lloj urgjense. Për shembull, angina e paqëndrueshme, kur të smurët kanë dhimbje gjoksi të vazhdueshme që nuk dominohen me medikamente për momentin, por qetësohen mas 10-15 minutash, me ndryshime në elektrokardiogram të cilët tërhiqen, por që kërcënojnë përsëri smurin. Dhe në rast se konfirmohet me koronarografi që janë stenoza të shprehura të enëve kryesore, të smurët i nështrohen kirurgjisë duke u quajtur urgjente. Urgjente është kur trajtojnë brenda 2-3 ditësh, 48 orësh. Emergjenca është brenda disa orësh deri në 24 orë. Në fakt, gjithë sa folëm sot doktor Bashk, na u duk sikur ishim pjesë e auditorëve tuaj, morëm një leksion të vlefshëm për gjithë të gjërat të rëndësishme për shëndetin e zemrës, po pse jo, ndoshta dikush që ju ka ndjekur me vëmendje është ndjer edhe pjesë e sallave tuaja të suksesshme dhe unë jam e sigurt për këtë. Në fund fare, do doja një këshill për ta mbajtur zemrën të shëndetshme, ndoshta një këshill të shkurt që edhe njerëzit që na ndjekin ta mbajnë mend. Unë nuk pres të thuash dashuria, po edhe mund ta thonë edhe doktorët këtë fjalë. Shiko, para se të shkoj ke këshilla e fundit, unë do të thosha që njerëzit nuk duhet të kenë frikë nga interventi. E rëndësishme kjo. E kemi diskutuar edhe në një emision tjetër që frika është një ndjenjë normale. Frika i mbron njerëzit. Por gjithmonë do të vihet në peshore frika nga smundja apo frika nga interventi. Në kirurgji, gjithmonë, në gjithë llojet e kirurgjive, gjithmonë operacioni vendoset të bëhet atëherë kur rreziku i smundjes është më i madh se rreziku i interventit. Dhe kjo kam përshtypjen është këshilla më e vlefshme që në këto raste atëherë indikohet kirurgjia. Pra, njerëzit duhet të kenë frikë, jo vetëm nga operacioni, duhet të kenë frikë në radhë parë nga smundja. Dhe duhet të pranojnë aq më tepër edhe tek ne sot në Shqipëri, sepse rezultatet e kirurgjisë koronare, në përgjithësi të kirurgjisë kardiovaskulare, janë shumë të mira, por dhe të kirurgjisë koronare. Një studim që kam bërë kohët e fundit, që referova në një konferencë ndërkombëtare, vdekshmëria në sallat tona të operacionit, në QSUT, po dhe në spitalet jo publike, është shumë e ulët. Nga vit në vit luhatet 1% deri në 2%. Së dyti, ka një lloj infarkti perioperatore, që një lloj dëmi zemrës ka interventi. Shumë i ulët dhe tek ne, është në përqindje 6-8%, siç është dhe kudo në botë. Pra, përsa i përket kardiokirurgjisë, unë flas me një garanci absolute që jemi në të njëjta standarde me standardet europiane. Kështu që kur i këshillohet pacientëve që t'i nështrojnë interventit, sigurisht që duhet ta pranojnë, sepse dëmi që mund të vijë nga infarkti i miokardit mund të jetë shumë herë më i madh. E qartë.
Unë të falenderoj shumë, doktor, është kënaqësi sa herë takohemi dhe bisedojmë bashkë. Faleminderit për kohën, për çdo këshill të vlefshme dhe informacion që dhat për këtë tematikë sot. Kënaqësia ishte ime dhe shpresoj që një pjesë e pacientëve apo dhe ata që mund të kthehen pacient nesër që ketë vlerëtur ky emision. Të siguroj që po. Faleminderit. Faleminderit. Miqtë e mi, ju ftoj për pak çaste publicitet dhe kthehemi për të vijuar sërish në pjesën e dytë të programit. Qëndroni me ne këtu në Hipokrati në Top Channel.